Faleminderit që na ndiqni në kanalin ton. Nëse ju pëlqen horoskopi yndëtor, mos harroni të bëni like, të abonoheni dhe të ndani videon me miqtë tuaj. Rubrika jone horoskopet vjen çdo ditë për të sjellë parashikime të qarta për çdo shenjë të zodiakut. Horoskopi datë 10 janar 2026, Dashi. 10 janari sjell për Dashin një ndjenjë përgjegjësie dhe nevojë për të strukturuar më mirë ditën. Në punë, sot kërkohet përqendrim dhe durim, sepse një çështje që duket e thjeshtë mund të ketë më shumë detaje se sa pritej. Veprimet e nxituara nuk ju favorizojnë, prandaj bashkëpunimi dhe dëgjimi mendimeve të tjera ju sjellin përfitime. Financat kërkojnë maturi. Është ditë e mirë për të rregulluar pagesa ose për të vendosur kufi në shpenzime. Shëndeti lidhet me nivelin e stresit dhe lodhjes mendore, ndaj pushimi i shkurtër gjatë ditës është i domosdoshëm. Në çift është e rëndësishme të shmangni tonet e forta dhe të tregoni mirëkuptim për partnerin ose partneren tuaj. Beqarët ndihen më selektiv dhe kërkojnë diçka të qëndrueshme. Këshilla e zodiakut për Dashin është se forca juaj sot do të jetë durimi. Demi. 10 janari e gjendemi të përshëndruar te stabiliteti dhe siguria personale. Në punë, sot është një ditë e favorshme për të konsoliduar pozicionin tuaj dhe për të përfunduar detyrat që kërkojnë përpikmëri. Një bashkëpunim mund të tregojë potencial afatgjat. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet për kënaqësi kalimtare të momentit. Shëndeti përmirësohet nëse vazhdoni të ruani rutinën tuaj dhe nuk e teproni me lodhjen. Në çift, sot do të vlerësohen gjestet e thjeshta dhe prania juaj emocionale në jetën e partnerit tuaj. Beqarët do të tërhiqen nga dikush që ju ofron qetësi dhe besueshmëri, por duhet të bëjnë hapa të matur dhe të ngadalt. Këshilla e zodiakut për Demin është se qëndrueshmëria ndërtohet pak nga pak çdo ditë. Binjakët. Kjo ditë sjell për binjakët komunikim me një peshë të veçantë ku çdo fjalë ka ndikim. Në punë jeni të thirrur të sqaroni situata të paqarta, të vendosni kufi ose të riktheni dialogun aty ku ka pasur keqkuptime. Aftësia juaj për të lidhur ide dhe njerëzit ju ndihmon të gjeni zgjidhje praktike, por duhet të shmangni shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëkohësisht. Financat kërkojnë kujdes ndaj detajeve. Një pagesë ose marrëveshje duhet lexuar me vëmendje për të shmangur gabimet. Shëndeti lidhet me lodhjen mendore, prandaj është e rëndësishme ta organizoni kohën mirë dhe të lini hapësirë për pushim. Në çift, 10 janari favorizon dialogun e sinqertë. Një bisedë me qetësi mund të zgjidhë diçka që ju ka mbetur pezull në jetën tuaj në çift. Beqarët mund të kenë një njohje interesante përmes rrethit të tyre shoqëror. Gaforja. 10 janari e vendos Gafore në kontakt të drejtpërdrejt me botën e saj emocionale. Në punë mund të ndiheni të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth, por kjo ju ndihmon të kuptoni nevojat dhe qëndrimet e të tjerëve. Një situatë profesionale kërkon empati dhe durim më shumë se sa reagim të shpejtë të nxituar. Financat ka nevojë për organizim, veçanërisht në lidhje me shpenzimet familjare. Shëndeti do të jetë i mirë nëse gjeni kohë për qetësi dhe shkëputeni përkohësisht nga tensionet e ditës. Në çift, ndjeni nevojën për siguri emocionale dhe mbështetje reciproke. Ndjenjat do të shprehen më lehtë në një mjedis të qetë. Beqarët janë të hapur për lidhje që ju ofrojnë stabilitet. Këshilla për ju sot është të dëgjoni ndjenjat tuaja për të mos mbylleni brenda tyre. Luani. 10 janari sjell për Luanin një ditë që kërkon maturi dhe vetkontroll. Në punë është e rëndësishme të tregoni profesionalizëm dhe mos të veproni vetëm për të marrë vëmendje. Një bashkëpunim mund të funksionojë më mirë nëse dini të ndani meritat dhe përgjegjësitë. Financat janë relativisht të qëndrueshme për Luanin, por duhet të shmangni shpenzimet për imazhin tuaj, për luks ose thjesht për t'u dukur. Shëndeti kërkon balans mes aktivitetit dhe pushimit, pasi lodhja e vazhdueshme e këtyre ditëve mund t'ju ndikojë në humor.
Në çift, dita kërkon dëgjim dhe mirëkuptim. Partneri juaj ka nevojë për vëmendjen e sinqertë dhe kohë. Beqarët mund të tërheqin interes, por duhet të jenë të qartë për atë që duan dhe çfarë qëllime shkan. Këshilla e zodiakut për Luanin është të udhëheq me shembull, duke u treguar të tjerëve rrugën si një lider i vërtet. Virgjëresha. Kjo ditë e gjen virgjëreshën të fokusuar. Në punë do të arrini të rregulloni çështje që i kërkojnë një analizë të detajuar dhe shumë saktësi e përpikmëri. Një problem i vogël mund të zgjidhet vetëm nëse ju nuk e shtyni për më vonë. Financat do të përfitojnë nga disiplina. Është një ditë e mirë për ta rishikuar buxhetin tuaj. Shëndeti lidhet me stresin, prandaj duhet të shmangni perfeksionizmin e tepruar. Në çift, sot është e rëndësishme të tregoni mirëkuptim dhe të mos analizoni çdo gjë në mënyrë kritike. Ndonjëherë partneri ka nevojë për mbështetje emocionale dhe jo zgjidhje teknike. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që transmeton qetësi, seriozitet dhe stabilitet. Këshilla e zodiakut për virgjëreshën është që jo gjithçka duhet të jetë perfekte për të qenë e vlefshme dhe e rëndësishme për ju. Peshorja. 10 janari sjell për peshoren sfida që lidhen mes balancës e dëshirave personale dhe nevojave të njerëzve që e rrethojnë. Në punë do të jeni të dyzuar mes dy zgjedhjeve ose dy rrugëve, por shtyrja e vendimeve vetëm sa ju rrit pasigurinë. Aftësia juaj për të qenë diplomat dhe për të ruajtur qetësinë është një avantazh i madh për sa kohë nuk lini pasdore interesin tuaj. Financat kërkojnë një ndarje të mençur të burimeve. Është një ditë e mirë për të rregulluar marrëveshje ose planifikime afatgjata. Shëndeti ndikohet nga gjendja juaj emocionale. Shmangni tensionet dhe diskutimet e panevojshme. Në çift, kjo ditë favorizon dialogun, sqarimet dhe rivendosjen e harmonisë. Beqarët nga ana tjetër mund të kenë një njohje që lind në një mënyrë të qetë, pa shumë bujë, por ka potencial për të bërë serioze. Ekuilibri i vërtet vjen kur respektoni dhe veten tuaj. Akrepi. 10 janari i jep akrepit thellësi mendimi dhe një ndjesi kontrolli mbi situatat. Në punë jeni në gjendje të kuptoni prapaskena, motive dhe detaje që të tjerët ja anashkalojnë. Kjo ju jep avantazh por kërkon maturi. Jo çdo e vërtet duhet thënë me një herë dhe me zë të lartë. Financat janë në një fushë që kërkojnë vëmendje të veçantë, sidomos nëse përfshihen borxhe ose ndarje pasurie. Shëndeti lidhet me menaxhimin e emocioneve të forta. Tensioni i brendshëm nëse nuk çlirohet mund të japë shenja fizike. Në çift, 10 janari sill nevojën për besim dhe transparencë. Dyshime dhe xhelozia nuk ju ndihmojnë as pak sot. Beqarët mund të tërhiqen nga një person misterioz, por duhet të ecin me kujdes pa idealizuar. Këshilla për akrepin është të kujtohet që fuqia juaj sot është vetë përmbajtja. Shigjetari. Kjo ditë sjell për shigjetarin nevojën për të parë përtej momentit aktual dhe për të reflektuar mbi drejtimin e jetës. Në punë mund t'ju lindin ide për projekte të reja, zgjerim ose ndryshime rrënjësore, por është e rëndësishme të mos lini pasdore detajet praktike. Një mundësi duket premtuese, por kërkon analizë të thelluar e jo neglizhencë. Financat janë të qëndrueshme nëse shmangni optimizmin e tepruar dhe shpenzimet impulsive. Shëndeti është i mirë, por duhet t'i jepni trupit lëvizje dhe mendjes hapësirë. Në çift, dita kërkon një dialog të sinqert dhe respekt për hapësirën personale tuaj dhe të partnerit. Ndjenja e lirisë forcon më tej lidhjen tuaj. Beqarët mund të kenë një njohje me dikë që ndan të njëjtat ideale jetës si ju. Këshilla e zodiakut për shigjetarin është të kujtohet që ëndrat janë të bukura, por ka nevojë për hapa konkret. Bricjapi. 10 janari e gjen bricjapin të përqendruar te përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata. Në punë tregoni seriozitet, disiplinë dhe vendosmëri, duke fituar respektin e të tjerëve. Një përpjekje e bërë më parë fillon të jap rezultatet që ju doni, por bëni ende durim. Financat janë një pikë e fortë, veçanërisht nëse mendoni në terma afatgjat për siguri financiare. Shëndeti është i mirë, por duhet të tregoni kujdes ndaj tensionit muskulor.
Pushimi nuk është luks, por nevojë për ju. Në çift, dita sjell nevojën për veprime konkrete që tregojnë për kushtimin tuaj ndaj partnerit. Beqarët mund të tërhiqen nga një person serioz dhe me vlera të forta. Këshilla e zodiakut për britsjapin është të kujtohet që suksesi ndërtohet me durim e jo me nxitim, por është aty dhe po vjen për ta. Ujori. 10 janari sill për ujorin ide të reja, por edhe nevojën për të strukturuar këto ide. Në punë mund të ndiheni të frymëzuar për të ndryshuar diçka, për të sjellë risi ose për të pasur një qasje të re dhe ndryshe, ama është e rëndësishme të qëndroni realist. Financat kërkojnë organizim, sidomos nëse keni projekte personale afatgjata. Shëndeti është i mirë, por duhet t'i jepni vetes liri mendore dhe të shmangni presionin e panevojshëm nga njerëzit që ju rrethojnë. Në jetën në çift, dita kërkon komunikim të hapur dhe respekt për individualitetin e partnerit. Lidhja do të forcohet nëse secili ndihet i lirë të veprojë. Beqarët nga ana tjetër mund të kenë një takim të papritur që i nxjerr nga rutina e përditshme. Këshilla për ujorin është që inovacioni funksionon më mirë nëse është i strukturuar. Peshqit. 10 janari i vendos peshqit në një gjendje ndjeshmërie të lartë dhe intuite. Në punë, kreativiteti është i theksuar, por rreziku i shpërndarjes është i madh nëse ju nuk vendosni kufi të qartë. Është e rëndësishme të dalloni mes ndjeshmërisë dhe idealizimit të një pune ose projekti. Financat kërkojnë qartësi, shmangini premtimet ose vendimet emocionale. Shëndeti lidhet me qetësinë tuaj mendore, prandaj pushimi dhe reflektimi do t'ju ndihmojnë shumë. Në çift, dita sjell afrim emocional dhe ndarje të ndjenjave të thella. Do të forcohet më tej kjo lidhje përmes empatisë që tregoni ndaj partnerit tuaj. Beqarët nga ana tjetër mund të përjetojnë një ndjenjë lidhjeje shpirtërore me dikë që i kupton në heshtje. Këshilla e zodiakut për peshqit është të dëgjoni intuitën duke qëndruar me këmbë në tokë. Jeni në një rrugë të mbarë. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.